Kur mbeten edhe 2 javë nga votimi, rezultati i referendumit në Skoci duket tepër i vështirë për t'u parashikuar. Kampi pro-shkëputjes pretendon e përsin, ndërsa kundërshtarët këmbgulin se e kanë fitore në xhep. Sondazhet e fundit japin sidoqoftë një avantazh të lehtë mbështetësve të pavarësisë me 51% të preferencave në favor të saj dhe 49% kundër. Votuesve do të kërkohet më 18 shtator të përgjigjen me po ose jo pyetjes nëse Skocia duhet jetë një vend i pavarur. Sundo Britani, por jo te ne, mund të ishte slogani i lëvizjes skoceze për pavarësi. Pas një përkatësie më shumë se 300 vjeçare në Mbretërinë e Bashkuar, skocezëve ju lejua votimi në referendum për pavarësinë e tyre. Marrëveshjen e kanë nënshkruar 2 vjet më parë kryeministri britanik Cameron dhe shefi i qeverisë rajonale skoceze Alex Salmond. Por që atëherë me dëshirën për pavarësi, ata nuk ishin të vetmit në Europë. Shkëputjen prej vendit të origjinës e kishin kërkuar më parë edhe katalanësit apo baskët, të cilët kontribuan në 2012 gati çerekun e prodhimit të brendshëm bruto të Spanjës, dhe pse përbëjnë më pak se 10% të sipërfaqes së vendit. Veriu Italis me Tirolin Jugor dhe rajonin e metropolit Milano, të përgatitur mirë për sfidat e së ardhmes, nuk duan ta bashkëfinancojnë edhe më tej jugun me ekonomi të dobët. E vështirë është situata edhe në Belgjik, ku separatistët flamand pretendojnë gjithmonë më fort ndarjen nga jugu frankofon. Krahas arsyeve ekonomike, për pavarësinë ka edhe shumë argumenta të tjerë, si gjua, historia e përbashkët apo ato që mund cilësohen si kulturë në vija të përgjithshme.